Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Ngjarje e rënd. Moderatorja e njohur shqiptare pëson hemoragji në tru. Hapet fushat online për ndihmë. Moderatorja e njohur shqiptare Diana Kalo po përballet me një situatë shumë të rëndë shëndetësore pas një hemoragjie cerebrale. Kjo si pasojë e një malformacioni artervenioz. Aktualisht ajo nuk është në gjendje të lëvizë dorën dhe këmbën e djathtë dhe ka nevojë për kujdes mjekësor të specializuar. Në ditët në vijim, Diana do t'i nënshtrohet një operacioni urgjent dhe shumë delikat në tru, pas së cili do të nisë një proces të gjatë rikuperimi që përfshim rehabilitim intensiv, terapi fizike dhe trajtime neurologjike. Për të mbështetur trajtimin e kostuar të Dianës, është hapur një GoFundMe ku çdo ndihmë sado e vogël mund të ketë një ndikim të madh. Përveç kontributeve financiare, fjalët e mbështetjes janë po aq të vlefshme për t'i dhënë forcë dhe shpresë moderatores.